kanë marrë inati, qysh ndodhi pse nuk e fitu me të parën, dhe vinë thojnë, unë s'kum dalë me votu, dhe dalë me votu. Unë s'kum dalë me votu, dhe dalë me votu. Këta kanë bo pakt, hajdutat me ish udhbashat. I kanë vune për institucione, sidomos në prokurori, në gjykata. Mirëmbrëma shikues të nderuar. Zgjedhjet për kryetar të Drenasit që u mbajtën një javë më parë kanë trazuar skenën politike të Kosovës. Partia Demokratike e Kosovës nuk arriti të fitonte në bastionin e saj historik, komunën e Drenasit. Kandidati i saj, Ramiz Ladrovci, mori saktësisht 20% më pak vota se sa ish kandidati i kësaj partie në zgjedhjet e vitit 2013. Këtë rezultat shumë kush e lexoi si fillim të rënies së Partisë Demokratike të Kosovës, pas 8 vitesh që mban primatin në skenën politike të vendit. Por pse Drenasi mund të shërbejë si matje e tillë dhe kush mund ta shfrytëzojë këtë dobësim të partisë së Kadri Veselit? A ka dhe nisma, lëvizja vetëvendosje apo një front më i gjerë opozitor? Ju ftoj ta ndiqni dokumentarin e titulluar Betejë e Drenicës. Kandidat për kryetar të komunës së Drenasit e shpalli fitoren shiu me 50 orë. Gjithë bashku. Ata din që janë humpsa dhe humpsi do të me paragjiku diçka, ajo është paragjikim. Jam shtetare, kam një brengues, i kam vllazë që 15 vjet për papaj. Nuk ka punë më shumë se unë për vllazën Ticina. E shoh që në Drenas do të vitë ndryshim. Jo, nuk mendoj që ka me humb, po në mendoj që e ka humb. Me na mujt në tonë bashkë ata, asnjëherë. Asnjëherë. Kjo hekurin që quhet tren është i vetmi mjet që prish qetësi në paraditën e 5 dhjetorit në Drenas. Një ditë më parë kishin qenë banorët të kësaj qyteze ata që kishin trazuar jo pak ujra dhe kishin marrë vëmendjen e tërë vendit. E natë, gratë që ju besoni, se ne mo të ndërtojmë bashkërisht në Kosovë. Bastioni historik i Hashim Thaqit në zgjedhjet e jashtëzakonshme për kryetar komune dha shenja se nuk mund të llogaritet më si vend që voton me automatizëm Partinë Demokratike të Kosovës. Kandidati i kësaj partie, Ramiz Ladrovci, nuk arriti të fitonte në raundin e parë dhe tani do t'i duhet të përballet në balotazh me Isa Gjemajlajn e Nismës për Kosovën. Këtë rezultat shumë kush e lexoi si fillim të rënies së Partisë Demokratike të Kosovës, pavarësisht se kandidati i saj ishte fitues bindës i garës, por që nuk arriti të merrte mbi 50% të votave. Por pse Drenasi mund të shërbejë si matje e tillë? Apo paguan PDK-ja çmimin e abuzimeve 8 vjeçare me pushtetin qendror? Apo kjo është shenjë se lideri i ri i PDK-s, Kadri Veseli, po sabotohet në bazë?
A mund të ndodhë që në Drenas nisi orteku i ndryshimeve politike në Kosovë? Dhe, nëse kjo është e vërtet, atëherë kush është bartës i këtij procesi? Nisma e Fatmir Limajt, lëvizja vetëvendosje që nuk pati guxim të garojnë në Drenicë, apo një front më i gjerë opozitar? Ndoshta shumë qytetarë Drenasit kanë shpresu që ne do t'i fitojmë edhe ashtu dhe nuk kanë qenë shumë aktiv dhe nuk kanë dalë në votime. Kjo, edhe unë shumë herë kam përsërit që unë gjithë punën jam të e bo që qytetarin me arrit me nxirr në votime, sepse ai është mërzit pak me zhvillimet e funit që janë bo, kur Evleksi ka denu bashkëluftarët tonë, shokët tonë, kryetarin tonë, që ne menojmë që janë pa fakte, pa argumente dhe pa prova. Ju e dini që njoni për 4 vllazniv Demiqi asnjëherë nuk ka shkel në tokën e Drenicës për gjatë gjithë kohës luftës. Pra, gjithë e din, prandaj edhe kanë qenë të mërzitën dhe friga jem ka qenë ajo që qytetari nuk do të del me votu sepse është bukur i mërzitën. PDK-ja është e pakontestueshme. Gjëra tjera besoj që balotazhi do t'i tregojë më së miri dhe do ta avulos një fitore edhe më të thellë të Partisë Demokratike. Jo, unë e shoh fitues prapë PDK-n. PDK-ja ka pasur tronditje dhe goditje, por Drenica nuk e votën, bile edhe për një periudhë saktum, nuk e votën kundër PDK-s. Edhe në Skenderaj kanë me humbë. Edhe në Skenderaj kanë me humbë, t'jesh i bindur, sepse në Skenderaj është gjendja akoma ma alarmante. Pse kanë me humbë? Sepse futja në parti e kundërshtares më të madhe të Samel Jushtakut, Ajnishahe Halimit, e cila e ka akuzu Samel Jushtakun për hajn, për kriminal, për tanat zezat. Dhe tash nuk ka logjik qytetari i Drenicës, i Skenderajt, me votu mo për PDK-n. Dhe ai paragjykim që ekziston në Prishtinë se në Drenicë është investu shumë, me të vërtetë nuk qëndron. Mashtrime shumë, premtimet pa matura, dhe pastaj mos trajtimi qytetarëve shku e ke marrë votën dhe kur ke pas një votë sigurt. A dini ju që në Drenas nuk ka pas një fushatë elektorale serioze. Për herë të parë ka një fushatë elektorale serioze në Drenas dhe për herë të parë qytetarët e Drenasit kërkojnë llogari dhe bëjnë pyetje. Në të kaluar nuk ka qenë kështu. Ata kanë llogari që gjithmonë kanë vota, s'ka nevojë atje kur gjë me llogari. Bëjmë çka bëjmë, votat i kemi sigurta. Kjo më nuk është ajo. Kanë ndryshuar koha. Ata njerëz marrin një vetën të braktisur, të zhgënjur, kanë dhënë besimin, dhe besimin që ata kanë dhënë kanë pa që ai besim nuk është vlerësuar. Ata një vetën që ka kthy shpinën, një shërbim politik që për vitet e tëra kanë qenë mbrapa. Domethënë janë shumë faktorë të cilët kanë punuar te ky zhgënjem ose hidhrim. Ramiz Ladrovci kishte lënë postin e ambasadorit të Kosovës në Tiranë, i bindur se gara në qytetin e tij të lindjes, Drenas, ishte thjesht një formalitet elektoral, pa asnjë befasi. Në fakt, të njëjtën bindje kishin edhe shefat e tij në Prishtinë. Drenasi dhe Skenderaj, dy qendrat më të mëdha të Drenicës, kanë qenë bastione historike të Partisë Demokratike të Kosovës, por duket se gjërat kanë lëvizur atje. Shiko, partitë politike në Kosovë, asnjëna prej tyne nuk kanë kurfar ideologjie, por mënyra e veprimit
do më thonë nuk janë as djatha, as të majta, as liberale, as fare nuk kanë koncepte do më thonë politike. Por mënyra se si ka vepru, se si ka udhëheq, se si e ka menaxhu Kosovën për këto vitet në pushtet, sa është Partia Demokratike e Kosovës, e ka dëshmu që është një parti absolut staliniste, një parti ku njerëzit nuk munden me u punësu, pa kalu në për filtrat e Partisë Demokratike të Kosovës, pa qoftë porter në një vend. Dhe mbi bazën e kësaj mendoj që ajo që ka ndodhur në Drenicë është një mirakel që ju ka thy turri, do më thonë kësoj partie, me reflektu, sepse nuk munden me vazhdu me këtë logjik komuniste që kanë të dojmë na e vendosim ku të dojmë na, në cilin institucion, në cilin bord na dojmë, në cilin vend drejtus na dojmë. Për këte muj me të dhonë me qindra shembuj. Në fakt, kjo që thot Milaim Zeka është e vërtet, nëse shohim të gjitha raportet vendore e ndërkombëtare që janë hartuar viteve të fundit. Partia Demokratike e Kosovës arriti të fitonte zgjedhjet vjeshtën e vitit 2007, pas disa vitesh të rënda në opozit dhe pasi që Ibrahim Rugova kishte ikur nga kjo botë. Njerëzit e Hashim Thaqit janë akuzuar gjatë këtyre viteve për abuzimet të llahtashme me pushtetin. Shumë kryetar komunash nga kjo parti kanë probleme me ligjin, ose ndodhen tashmë në arrati. Pikrisht koston e këtij abuzimi duket se ka filluar ta ndjej PDK-ja, tash që udhëhiqet nga Kadri Veseli. Kohë për reflektim, siç do të shprehej Veseli, 24 orë pas shpalljes së rezultatit të zgjedhjeve në Drenas. Jo vetëm lideri i Partisë Zoti Veseli, po besoj edhe gjithë eksponentët tjerë, edhe antarët që janë zyrtarisht në struktura, edhe elektorati, edhe gjithkush i ka pas syt ka Drenasi. Dhe rezultatet e Drenasit, sikurse edhe gjitha rezultatet tjera, po ndoshta në veçanti këto, sepse kanë qenë gjithë reflektorat e ndezur ka Drenasi, na bëjnë, ose duhet na bëjnë që të reflektojmë, kuptimin që ta shohim se ku jemi, ta shohim se cilat kanë qenë qëllimet tona, dhe t'i lexojmë mirë ato rezultate. Dhe reflektimi është ky, që ne nëse i shohim rezultatet, e vrem që elektorati i Drenasit vazhdon t'i mbetet besnik Partisë Demokratike të Kosovës. Edhe për kandidatin, po edhe për të tjerët cilat kanë marrë vota përsëri, pra është votë për Partinë Demokratike në një mënyrë ose tjetër, dhe jo për subjektet e tjera politike, po flas si shumicë. Në anën tjetër, niveli se ku është, ku ka mundur tjetë dhe si do të përgatitemi për fazën e ardhshme edhe të balotazhit, po besoj edhe në të ardhmen, është ajo që neve duhet na bëj të mendojmë se si të vazhdojmë të mbetemi një superfuqi politike edhe më shumë krahasuar me atë çfarë kemi qenë dhe atë çfarë përfaqësojmë sot. Sepse ju keni parë njerëzit kanë pritur opinioni, publiku, analistat, gjithë të tjerët, për të parë a fiton PDK-ja pa balotazh apo me balotazh. Pra, fitoria është fitore. Sidomos në sistemet demokratike, fitoria është fitore. Dhe nuk ka diçka tjetër përveç fitores. Se me çfarë rezultati fiton, kjo pastaj është analiza e dytë që bëhet. Dhe kjo e tregon që gjithë, po edhe nga vota kemi parë dhe nga struktura e votës, pra që nuk është se një subjekt tjetër që ishte më ullët dikur, tashti është më lartë. Besoj që nuk është asnjë gjë e jashtëzakonshme. Ne jemi në një vend demokratik. Lëvizjet e qytetarëve lëvizin, vullneti, dëshira e qytetarëve. Kjo tregon që qytetarët në qoftë Drenas, në qoftë Kosovë, interesima, nuk japin votë blanko, kërkojnë llogari për votën që kanë dhënë, për premtimet që kanë dhënë, për qeverisjen që ka ndodhur në të kaluarën. Dhe atje ka nisur një frymë ndryshimit,
Këtje për herë të parë kërkojnë llogari njerëzit, votuesit, nga ata që kanë pas pushteti për vitet e tëra, për mos realizimin e premtimeve në të kaluarën që kanë bërë. Dhe si rezultati i saj ka ardhur deri te rezultati. Fryma e ndryshimit është jashtëzakonisht e madhe në Drenas. Njerëzit janë zhgënjur me qeverisin e kaluar dhe kërkojnë alternativa të reja që japin shpresë për ndryshim. Dhe vetë rezultati zgjedhor që dul në rundin e parë, ku mbi 55% qytetarëve të Drenasit votuan për ndryshim. Sepse të gjithë kandidatët opozitarë, si mund ta quaj, ftonin qytetarët për të ndryshuar qeverisjen, ftonin për një qasje tjetër në qeveri. Dhe përgjigja ishte 55% e qytetarëve për këtë ndryshim. Në mes e këtij 55%-shi, nis ma dul subjekti më i fuqishëm dhe kandidati i saj, zoti Xhemalaj, u kthye u bën një udhëhec i këtij ndryshimit. Dhe kolegët tjerë, kandidatët ose parti tjera, tash janë bashkuar rreth këtij ndryshimit me zotin Xhemalaj në krye, për ta quar deri në fund vullnetin e qytetarëve të Drenasit që kishin votuar për ndryshim. Domethënë, po bashkohen gjithë fryma e ndryshimit ose njerëzit që kanë marrë votën e ndryshimit për ta quar deri në fund vullnetin e qytetarëve të Drenasit dhe për t'i ofruar një qeverisje ndryshe në Drenas. Gjatë do të vi koha kur qytetarët do të emancipohen votuesit dhe besoj që partitë politike do të kanë bastione. Përmenda zotin Mustafa dhe Lidhja Demokratike për 15 vite ose 14 ka udhëheq me Prishtinën si bastion, edhe sot nuk udhëheq. Edhe mendoj që ky është një trend i cili është duke shkuar në emancipimin e qytetarëve dhe votuesve të Kosovës, të cilët më të tjerë janë të interesuar për pozitën e tyre dhe jo për pozitën e subjekteve politike. Është mendoj që një trend pozitiv dhe ndoshta është koha më e mirë kur partitë politike nuk do të kenë më bastione të sigurta, por do të vinë si rezultati marrjes parasysh të nevojave dhe kërkesave të qytetarëve, edhe jo si rezultati i bindjeve meritokracisë apo si rezultati i ideologjisë apo klaneve të caktuara të cilat i kanë në rajone apo për shkak të pjesëmarrjes në subjekt politik njerëzve më shumë nga ai rajon apo nga ky rajon. Unë mendoj se është një trend pozitiv i emancipimit, do ta kisha quajtur si rasi në Drenas, por do ta kisha lidhur me nevojën për ndryshim dhe emancipim të gjithë votuesve në nivel Kosovë. Rezultati i keq i PDK-s në Drenas gëzoi kundërshtarët e kësaj partie në krejt Kosovën, të cilët nuk ngurruan që këtë rezultat ta interpretojnë si frymë e ndryshimeve politike në Kosovë. Vetëm vetëvendosja ishte më e rezervuar. Partia Visari Merit nuk mori pjesë në këto zgjedhje, e bindur se do të pësonte debakël. Por, kjo nuk ishte arsyeja vetme e mos entuziazmit në këtë parti. Ata duket se i frigohen një fuqizimi të partive tjera opozitare, siç janë Aleanca Ramush Haradinajt, Nisma e Fatmir Limajt dhe AKR-ja e Behxhet Pacollit. Këto tri parti duket se tashmë janë afër finalizimit të marrëveshjes për të garuar në një listë zgjedhore në zgjedhjet e ardhshme parlamentare. Ide kjo që kishte tentuar të realizojë bashkë me vetëvendosjen muaj më parë, por që ishte prishur pikërisht nga kjo e fundit. Disa ditë pas Drenasit, Ramush Haradinaj e Behxhet Pacolli kishin ndarkuar në shtëpinë e këtij të fundit në Hajvali. Më pas, njerëzit e tyre kishin shpërndarë në portale këtë fotografi ku dy burrat mbanin flamurin kombëtar në duar. Shqeni, për gjithmonë për nëse nuk ka një votë të pakënaqësie, asnjëherë qeveritë në votë nuk binë. Ju e dini këtë punë. Gjëja e parë është sidomos ne jemi një trend në botë nëse shihni. Si mund ta quajmë votën në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, është votë dëshkuese. Domethënë dhe natyrisht që gjëja e parë që të bien mend është ndëshkojnë ata që nuk i kanë realizuar pritjet e qytetarëve, ose janë zhgënjur qytetarët me qeverisjen e kaluar, njërin në anën. Dhe në anën tjetër, nuk mjafton vetëm vota ndëshkuese, duhet me pas edhe një mundësi shprese. Dhe zoti Xhemali është dalë sot në Drenas si personalitet i shpresës. Po e ofron dhe po e bashkon qytetarët e Drenasit që janë për ndryshim. Dhe si simbol i frymëzimit dhe i shpresës së ndryshimit, për ata dhe njerëzit po na bashkohen dhe ky është edhe si më thon, shpresa ime drejt fitores, që padyshim zoti Xhemali do ta arrijë.
Pavarësisht se Fatmir Limaj dhe partia e tij janë gëzuar pamas që arritën të hyjnë në balotazh në Drenas, nëse shikohen statistikat, nisma për Kosovën nuk është se e ka zgjeruar bazën e saj në këtë qytet të Drenicës. Në fakt, është e kundërta. Në zgjedhjet e vitit 2013, Izet Ibrahimi, kandidat për kryetar të Drenasit nga Iniciativa Qytetare për Drenasin, që është pararencë e nismës për Kosovën, kishte marrë 5.614 vota, ose 24.33%. Kurse, me 4 dhjetor, kandidati nismës për Kosovën, Isa Gjemajlaj, ka marrë 5.333 vota, ose 26.21%. Pra, 281 vota më pak. është përnda vota e PDK-s dhe unë besoj që reflektimi jonë do t'jetë në një mënyrë dhe reflektim i qytetarëve, sepse qytetarët nuk e kanë braktisur PDK-n. Po në momentin e caktuar, pra edhe pse me shumicja kanë dhënë votën PDK-s dhe kanë bërë që ajo t'jetë fituese e rundit të parë, t'jetë e para bindshëm, përsëri të shihet nga këta kandidatët e tjerë, pra sepse brumi është i njëjtë. Po t'ishte që një subjekt politik, poezëm, i ka pas 4.000 vota, dhe sot i ka 8.000 vota, do t'ishte diçka shqetësuese në kuptimin e garës së jashtme politike, ndërpartijake. Këtu po flasim për diçka që duhet të rregullohet brenda partisë, që t'jemi të përgatitur jo vetëm për Drenasin, po edhe për frontet e tjera. Është një fenomen i ri për vetë Partinë Demokratike dhe për ndryshimet që në banë udhëheqjen e saj dhe në vetë kreun për shkak të pozitës presidentit të vendit që e ka marrë ish lideri i Partisë Demokratike dhe kjo shprehet pikërisht në bastionin në Drenicë ose të themi në 2-3 komunat e Drenicës dhe në këto zgjedhje lokale nga analizat mund të ishin të pritura, nga opinioni janë befasi, sepse është një përçamje e thellë në elektoratin e vetë PDK-s, jo që kanë humbur vlerat orientuese të PDK-s me të cilat janë njohur që është vlera e luftës, trashëgimia dhe gjithashtu PDK-ja, mirë po ndarja e nismës si krahi PDK-s dhe tash me një orientim tjetër të profilizimit politik ka shkaktuar që kandidati i Partisë Demokratike, Ramiz Ladrovci, të shkojnë në ballotazh dhe gjithashtu Partia Demokratike të marrë rreth 20% ma pak vota se sa kishte marrë në zgjedhjet e kaluara me 2013. Nëse bëjmë krahasime me zgjedhjet e fundit, Ramiz Ladrovci ka marrë afërsisht 20% më pak se sa në gjatë Demaku në vitin 2013. Në vitin 2013, Demaku kishte marrë 14.637 vota, ose 63.44%, kurse Ladrovci ka marrë 9.270 vota, ose 45.56% të votave. Pra, i bie që PDK-ja ka humbur 5.367 vota, goxha shumë për një komunë relativisht të vogël si që është Drenasi. Por, ku shkuan këto vota? Te ky që shihni tash, Xhavet Drenori, kandidati pavarur që mori rreth 12% të elektoratit. Sepse nga fillime pat qasjen e gabuar në ton procesin, me plot fuqishmërinë e vendimit gjykatës për rastin Drenica 2, sidomos për rishkryetarin Demaku, kur edhe u vendos që Drenasi do të shkojnë në zgjedhje, ka munguar debati mirëfillt realisht se çka ose se në çfarë drejtimi duhet shkojë qeverisja lokale në Drenas, ty pas parasysh që ka pas defekte në qeverisjen lokale, ato defekte sidomos janë ngrit shpesh nga anë
dhe unë e kisha përgatitur realisht edhe pikat të cilat me të vërtetë duhet debatoheshin para se të mirë vendimi për ta përcaktuar kandidatin. U injoru gjithaj debat, u injoru debati edhe për emrin e vet kryetarit. Mos harrojmë që kandidatura e zotit Ramiz Ladrovci nuk ka qenë me mirëkuptim me strukturën e Partisë Demokratike Dega Ndrenas. Kështu që ka qenë një lloj anashkalimi i gjërave bazike nga struktura Partisë Demokratike në qendër, dhe kjo ka prunë deri këto që Partia Demokratike të shkojnë në balotazh një komunë ku ka pas bastion të vetin të sigurt. Milaim Zeka, gazetari i njohur që vjen pikërisht nga Drenica, konsideron se problemi është më i thellë. Pra, nuk bëhet fjalë thjesht se elektorati i PDK-s votoi për disa kandidatë të PDK-s e që garonin në parti të ndryshme. Fore, edhe ardhja e Ramiz Ladrovcit, që unë Ramizin e kam mik, e kam shok, Femin e kam pos mik, i lom këto anë personale, relacionet tona familjare, po me sjell njeriu prej Tirane, prej postit të ambasadorit, direkt për kandidat të kryetarit komunës Drenasit, është absurde. Këta nuk e kanë pyet fare elektoratin bazë. Çka mendoni ju? Kush duhet me ardhë për shembull? A mbështetni Ramizin? Dhe këtu lindën përçarjet. Ramizi kundërshtarët më të mëdhaj gjatë kësaj fushate i ka pos njerëzit e PDK-s. Madje edhe disa që po dalin në për televizione e po prononcohen gjoja e kanë mbështet Ramizin, në fakt ilegalisht kanë qenë kundërshtarët më të mëdhaj të Ramiz Ladrovcit. Ai ndihet i lumtur që Drenasi po bëhet qyteti që siç shprehet ai, po i prin ndryshimeve demokratike. Ajo që mu mban shumë të lumtur, tepër të gëzuar, është që shqiptarët, elektorati, Drenica ka prin luftë, Drenica po prin në demokraci. Duhet me u thy miti i LDK-s në lap, duhet me u thy miti i AK-s në Deçan, duhet me u thy miti i partive politike. Nuk ka bastione, duhet këta mjë kthy realitetit, mjë kthy gjendjes shëndetësisë, mjë kthy gjendjes të arsimit, gjendjes papunësisë, gjendjes të varfërisë. Këta s'kan pos kur farë programi. Drenica është vendi më i varfër në Kosovë. Drenica është vendi me papunësinë më të lartë në Kosovë. Drenica sot njihet vetëm me barcoleta. Në Drenicë do me thonë vetëm thojnë ju keni veç asfalt. Shko shikoni njerëz të papunë. Shko shikoje Drenasin që të ngjanë me një lagje në periferi të Kabulit, të Afganistanit. Shko shikoje Skënderajin, me çka të ngjanë Skënderaj. Dhe këta kanë bo pakt, hajdutat me ish udbashat. I kanë vune për institucione, sidomos në prokurori, në gjykata, njerëzit të cilët kanë qenë dëshmum si argat Serbisë. Unë nuk e kam asë një shqetësim dhe nuk mirë na. Ramiz Ladrovci, natën e zgjedhjeve, pothuajse nuk besonte se do të shkonte në balotazh. Ai kishte reaguar jashtëzakonisht vrajsh në pyetjet e gazetarëve. Megjithas, ai ishte përgatitur vetëm për fest. Zotri Ladrovci, mendimi im personal, dhe thonë, nuk është shumë i përshtatshëm për komunikim, ose për të themi televizion, ose për PR, sepse është i drejt për drejt, sepse nuk taktizon edhe thëtë fjallën e fundit të themi të parën, edhe në këtë bazë e len përshtypjen e një njeriu të arrogant, të pandëgjushëm, edhe që nuk që e ka të vërtetën edhe dhe që nuk i respekton shumë mendime tjera. Po për ndryshe, po të bisedojsh me te, po tjetë atmosfera e shumë, është njeri shumë i ndeshëm që një, është njeri i përkushtuar, është familjar e mirë, dhe unë mendoj që në këtë fazë do t'i ndihmonte Drenasit mu për shkak lidhjeve qendrore që i ka, për shkak tërheqjes së investitorëve, më shumë se sa liderët lokal që nuk kanë dalë jashtë. Ramush Tahiri njihet që një kohë të gjatë me Ramiz Ladrovcin e edhe me familjen e tij. Ai beson se po të mos kandidonte Ladrovci,
PDK-ja do ta besonte edhe me keq në Drenas. Unë njifem që nga viti 76 me familjen, do me thonë 20 vjetë gati, me familjen Ladrovci dhe jam i familiarizum, është familje tipike, të themi Drenicake ose fshatare e Drenicës, familje e cila është persekutu vazhdimisht më pushtetin dhe gjithmonë njën ose tjetrin, duke përfshi dhe babajnë e tyne, i kanë marrë në burg ose i kanë torturu, policia njën i ka dalë, tjetri ka hy, duke përfshi në këtë rast Ramiz Ladrovcin dhe ata kanë një bund ndaj pushtetit, edhe një mosbesim të themi ndaj qendrave që vinë dhe që i këshillojnë ose u thojnë diçka, sepse përvoja i ka kriju të tillë që të jenë mosbesues ndaj këtyne që vinë nga jashtë ose nga të rejat. Gjithashtu funksionon, paka shumë edhe gjithë Drenica, funksionon një mentalitet klanor edhe një mentalitet i lidhjeve që nuk janë çdo herë shumë institucionale, po respektohet ajo fjala jashtë asaj procedurave. Çdo sa perfekt është. Në këtë pikë me Tahirin pajtohet edhe Fatmir Limaj. PDK po dhe me më shef dështime se humbin e vetë atje. Jo të sot, po. Lëshime dhe gabime që ka po, jo për një vjetë, për vitet të tërë, PDK ka eksponent nga PDK që dëshërën që këtë gabime lëshime në farë mënyrë të arsitojnë, ose t'ja hudhën fajnë kandidatit Zotit Ladrovci. Unë mendoj që Zotit Ladrovci është viktim momentale në këtë garë. Karë në kohën e paduhur, po unë jam i binde, po mas ishte kandidati Zotit Ladrovci, PDK do të edhe më keqën e Drenas. Kjo është bindja. Kështu që Zotit Ladrovci, për kontra, pavarësisht ata mundohen m'ja hudhë fajnë, sepse kështu po shohim teren, PDK po mundohet m'ja hudhë fajnë tash. Disa eksponent kandidatit është e kundërta. Unë besoj që kandidati ju i ka ndihmu për mos me dalë më keq. Shumë më keq që kanë pas punë, edhe do të kishin shumë më keq për mos ishte Zoti Ladrovci kandidat. Aja që Zoti Ladrovci ka bërë ka ardhur në kohën e paduhur, ata po shfrytëzojnë asnjë mënyrë ka shfrytëzuar emrin e Zotit Ladrovci edhe viktimizimi. Dhe në këtë kohë dhe këto rrethana është koha e ndryshimit. Ka koha për ndryshim, atje në pjek kushtet për ndryshim. Dhe këtë ndryshim, ku ndë që ta të qitë që kandidat së në nalë. Ku shdo që do të ishte kandidat, do të ishte kjo situatë edhe ma keq, se sa që është. Ramiz Ladrovci për një kohë të gjatë kishte qenë pjesë e strukturave të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, e madje kishte mbajtur edhe poste të rëndësishme në qeverinë e Agim Qekut. Jo, nuk do të thosha sepse ne përsëri e shohim që nga ajo se çfarë ka dalë brenda PDK-s, përsëri është ai rreth cilit është krijuar vota më e madhe, vota më masive. Është krijuar një lloj uniteti dhe vendimi i kryetarit dhe i strukturave ka qenë i drejtë. Mirëpo ata s'mund t'i kontrollojnë edhe apetitet dhe ambicjet e njerëzve, sepse kjo jo vetëm në këtë komunë, po edhe në komuna tjera ju e dini që nuk është një proces i lehtë për zgjedhja dhe vendosja e një kandidati, sepse nuk mundesh që njerëzve t'u thuash që ti s'mund për shembull të kandidosh. Pasionin e përjetshëm të Drenicës sonë. Po, konsultimet, jo vetëm këtë rast, po unë e ditar sepse edhe mua më është bërë një përvojë e madhe edhe në udhëheqjen e ish kryetarit Zotit Thaqi edhe tar Zotit Veseli. Partia Demokratike është partia më e konsoliduar. Është partia dhe në kuptimin e organizativ dhe logjistik edhe të informatës, të sistemit të informatave. Normalisht që edhe ne kur themi duhet të reflektojmë, mendojmë që këto sisteme që i kemi krijuar duhet të përmirësohen edhe më shumë. Gjithmonë ideja është që të arrihet deri te e përsosura, edhe pse është e vështirë, jo vetëm politik, po kudo që ta bësh një sistem më të përsosurin, të mundshëm. Sido që të jetë, konsultimet bëhen në vazhdimsi. Nuk është se ato ndodhin vetëm pse diçka është shkaktuar ose ka ndodhur në moment të caktuar dhe tash merret një vendim i aty për atyshëm. Pra është një proces konsultativ, siç bëhet edhe për komunat e tjera, siç bëhet edhe për vendimet e tjera dhe
nuk ka qenë asnjëherë, si themi, problemi i sistemit ose i strukturës. I vetmi problem është që disa kandidat kanë shfaqur ambicie personale. Dhe mendoj që edhe këtu, ndoshta përsëri Partia Demokratike është treguar zemërgjër dhe do të thotë ndoshta edhe kampion në mënyrën e funksionimit demokratik, sepse nuk më kujtohet që ka aq shumë subjekte politike nga të cilat në një garë kanë dalë 3 ose 4 kandidat. Ju i keni pa që edhe kandidati i pavarur, edhe kandidati i AKR-s, edhe të tjerët janë të gjithë brum i Partisë Demokratike. Ramiz Ladrovci ka refuzuar të marrë pjesë në debatet televizive dhe ka dhënë shumë pak intervista gjatë kësaj kohe, por ai ka pranuar të intervistohet për këtë dokumentar. Ai ka shfaqur një karakter tjetër për atij që është paraqitur në media muajin e fundit. Këtu ai mban në prehër masën e nipit të tij dhe flet me qetësi dhe sigurinë e njeriu që e ka nën kontroll situatën. Ladrovci thot se ka pranuar me kënaqësi kandidimin nga partia, derisa tregon se çfarë do të bëjë për Drenasin, nëse do të zgjedhet kryetar. Po, këto 3 vjetë e funit, ju e dini që kryetari ka qenë veti 4 vlla në rretime dhe menoj që koncentrimi nuk ka mujt me qenë i sakt, i dur, ai që ju është dasht Drenasit. Unë besoj muj me konë gabim, por unë tani mo jem shumë i koncentrum vetëm se si ta rrisë e zhvilloj Drenasin. Tash është edhe një mundësi me e madhe, se këte se ka pos kryetari në gjatë demaki, për shemull për investime kapitale, për me dhonë pronë dikuj që vjen me investu, ai nuk i ka posa drejt sepse Drenasi nuk ka shumë prona ku mund me dhonë dikuj hapsinat mëdhaja për investime kapitale. Tashmo infrastruktura ligjore është pregadit për 62 hektar dhe ne po provojmë për 80 hektar që në ato pjesë tokës për bolë parkut industrial thithim investimet e huja sepse ligji është miratu, prona nga këtë do të kalën në pronësi të komunës Drenasit dhe ne do të mund të lidhim marrëveshje me investitorë të mëdhaj, qoftë vendor, qoftë ndërkombëtar, për të hapë vende pune, për të ndërtu fabrikat e vetë dhe për të hapë vende punës. Dërsa kryetari për shembull për fabrikën, atë fabrikën gjermane që ka shku në Podojev, në Besjan, nuk ka pas mundësi mja dhonë tokën, vendin, pra ligjore, se ishtë dashme në nënshu kundërligjshëm, sepse nuk për tokën e këpës nuk mund me nënshu një kryetar komune. Dërsa unë ju garantoj dhe shumë shpejt keni me po që atë fabrik ka me këthy mrena vitit 2017 në Drenas. Po pse Ladrovci ju shmang debateve televizive? Asnjëherë nuk kom ik nga debatet dhe nga mediat. Unë kom marrë shumë vonë këtë angazhim për zgjedhjet në Drenas dhe unë qëllimi jam ka qenë sepse shtabi zgjedhor mi ka caktu takimet dhe unë asnjë takim me qytetar nuk më dash me lëshu për me ardhë, me u përballë, me dikan, me muhabete banale, sepse ju e keni përcjell edhe fushatën tem, jam munu me e bo një fushat kulturume, një fushat reale, dhe nuk kum pas kohë, jo se i kum ik debate, sepse në debate ata nuk mund na mund askush, se janë niveli i mesit. Ndërkohë që Ladrovci fliste për Zona Ekspres, kundër kandidati i tij, Isa Gjemajlaj, kishte nënshkruar marrëveshje edhe me kandidatin e Partisë Fjala.
Kështu, ai do t'i ketë në krah me 18 dhjetor të gjithë kandidatët e raundit të parë. Por, kjo nuk e frigon as pak Ramiz Ladrovcin. Me na mujt një tonë bashkë ata, asnjëherë. Asnjëherë. Ndërgjegja e Drenasit tash e shoh është zgju shumë, është zgju vetë sa që gjithë kanë marrë inati, qysh ndodhi, pse nuk e fitu me të parën, dhe vinë thojnë, unë s'kum dalë me votu, do të dalë me votu. Unë s'kum dalë me votu, do të dalë me votu. Kështu që ne do të fitojmë zgjedhjet, as nuk diskutohet e punë. Kum thonë edhe atëherë, që do t'i fitojmë, po fitus jam. Na jemi kanë listë 8 kandidat. Shamull, miku jem, shoku jem, na jem Boza, janë dijek 300 vota në Trstenik në numrin e tina. Nuk është se 8 kandidat as njëherë, Drenasi nuk i ka pas. 8 kandidat me t'i i ka pak, vjen aty ku i. Nisma bashkë me Aleancen, i kanë marrë 1000 vota ma pak se i ka marrë Nisma vetë zgjedhjet e kalume. Si ka fitu aja? 1000 vota i ka ma pak. Kadri Veseli mori drejtimin e PDK-s me 7 maj të këtij viti, përmes një procesi të qetë zgjedhor. Për vite të tëra, ai ishte portretizuar si eminenca gri e PDK-s. Ai kishte qenë njeriu që kishte ruajtur balancet brenda partisë dhe kishte kryer punë aty ku Hashim Thaçi nuk ja kishte arritur. Por sot, ai duket se nuk po ndihmohet nga njerëzit e presidentit në parti, përkundrazi. Jo, nuk ka të bëjë sepse ne kemi pas raste të tilla dhe në të kaluarën. Ju e dini që sikurse në secilin subjekt politik, pra ka zona, ka komuna ku konsenzusi për një kandidat arrihet më lehtë. Ka zona, ka komuna ku konsenzusi për një kandidat është vështirë i arritshëm ose edhe ndonjëherë është me pasoja, sepse jo të gjithë reflektojnë njëjtë për të njëjtën çështje në të njëjtën kohë, po edhe ajo shprehja e ambicjeve. S'mund t'ia ndalësh dikujt ambicjet. Dikush mendon se është edhe më i fortë ndoshta se sa subjekti, po e them tash orientimet partijake, vendimet partijake, tash edhe fryma e demokracisë nuk është se gjithmonë ndoshta e bëjnë të mundur që të arrihet një vendim ideal. Po edhe në të kaluarën ka pasur raste të tilla, edhe tash ky është rasti i parë. Nuk ka njeri në lidhje demokratike të Kosovës që e zaventson Ibrahim Rogoven. Nuk ka njeri në Partinë Demokratike të Kosovës që mundet me zaventsu Hashim Thaçin. Absolut jo. Absolut jo. Dhe këte ta them me bindje shumë të madhe që miti që është kriju rreth Ibrahim Rogovës dhe Hashim Thaçit është mit që është kriju për vite e vite e vite. Tash i ngelet edhe liderit të AK-s, duke pa gjendjen në teren se çka po ndodh me Partinë Demokratike të Kosovës, i mbetet edhe Ramush Haradinajt që të filloj urgjent reformat brenda AK-s. Po nuk fillun këto parti politike me bo reformat brendshme, me bo demokracit brendshme, me i leju antarët e vetë, jo veç privatisht, po dhe në televizione me kritiku partinë e vetë. Me thonë, unë jam antar i PDK-s, po unë e mendoj që PDK-ja ka këtë defekt, kur këta në s'kanë me arrit me zhvillu demokracinë, në ndë nuk kanë me arrit me fitu sepse brezi i ri
nuk e duron këtë logjik, se kjo është logjik në ne bajraktariste, që është logjik halo ma primitive se logjika e komunizmit. Ne, partit politike të Kosovës janë partit të bajraktarve, dhe jam shumë i lumtur edhe njerë po thamë për suksesin që ka tregu Isa Xhemojli edhe Drenuri. Jo opozita në Drenicë, po e ka tregu elektorati i Drenicës, elektorati i PDK-s që kësaj radhe ja ka dhënë një nekaut shumë të madh Partisë Demokratike të Kosovës. Rezultati i drenasit vjen në një kohë kur sondazhet, madje edhe ato televizjes vetëvendosje, tregojnë se PDK-ja vazhdon ta ketë primatin në skenën politike të Kosovës. Sipas një hulumtimi të Klan Kosovës të publikuar në fillim të dhjetorit, elektorati i brendshëm i PDK-s ka dëshmuar një qëndrueshmëri të konsiderueshme, qoftë në raport me pakënaqësitë e brendshme, qoftë në raport me fraksionet e anshme, sikurse me nismën, qoftë në raport me kritikat dhe presionet e jashtme nga shoqëria civile dhe partitë tjera politike. Është mes tjerash kjo qëndrueshmëri strukturore me një masë të padiskutueshme mesatare prej 190.000 deri në 210.000 vota, që i garanton PDK-s vendin e parë në Kosovë. Megjithatë, përkundër të qenit në pushtet me 3 mandate, PDK-ja nuk ka vetë stagnuar, por është reformuar organizativisht dhe politikisht. Thuhet në këtë hulumtim të bërë publik nga Batan Haxhiu. Në fakt, shumë kush beson se nëse në raundin e dytë PDK-ja humbet në drenas, atëherë sondazhet ose hulumtimet mund të ndryshojnë në mënyrë rapide. Dueli mes Ramiz Ladrovcit dhe Isa Xhemojlit do të zhvillohet me 18 dhjetor. Kandidati i PDK-s garon i vetëm, kurse ai i nismës ka arritur të nënshkruaj koalicione me AKR-n, Xhavid Drenorin dhe Partinë Fjala. Por kjo tani më nuk është betejë mes 2 kandidatëve për një komunë të vogël. Është betejë për të ardhmen e PDK-s. Keme fistu edhe ma shumë se bashku veç fitore. Një fitore atje do të përmbyllte këtë muaj të sikletshëm për Kadri Veselin, kurse një humbje do t'ja komplikonte rrugën për të qenë partia e parë në zgjedhjet e ardhshme parlamentare, e të cilat duket se janë më afër se kurrë. Shikues të nderuar, kemi ndjekur kështu dokumentarin Betejë e Drenicës. Shihemi pas një jave. Natën e mirë.